Në rastet të shkarkojnë, ik me kokë lartë. Po në rastet të qëndrosh, të paktën lexoj dhe merr kopjen e atyre. Prandaj unë po të them që ata kanë zgjedhur mos t'i lexojnë. Se kanë lexuar, se kanë shkarkuar dhe kanë vazhduar. Kush e thot aty ta firmosësh me zor? Vetëm po do shpirti e firmosën dhe konvertohet ajo pastaj. Në këtë rast, nëse Belinda Balluku rrezikon seriozisht përballë drejtësisë, a mendoni se mund ta tërheqë dhe mund t'i bëj gropën edhe vetë Edi Ramës? Jo, zonja Balluku nuk i bën gropën Edi Ramës. Lajmin në fundit ja bën Leon Veliaj, sepse zonja Balluku ka një strukturë të qëndrueshëm, besnikërie, dhe nuk do të mendoj kurrë në jetën e saj që kjo gjë po i bëhet nga Zoti Rama. Pra, zonja Balluku është shumë e sigurt nga kush e ka, çfarë pret dhe se si do të përballet. Nuk do të bëj atë që mendojnë të tjerë që do të bëhet. Pra, nuk rrezohet Zoti Rama nga zonja Balluku. Zoti Rama do të rrezohet nga individ të tjerë, të cilët janë individ që unë po ju a them me karakteristikë shumë të qartë. Njerëz që sot Zoti Rama ka, pra, njerëz të cilët ishin pjesë dhe palë nga Berisha, nga Balla, nga Basha, nga Kryemadhi, nga Meta, të gjithë këto individë dhe nga Veliaj, kanë ikur dhe kanë bërë pakt me Edi Ramën. Pra, në një farë mënyrë ti si i quan këta? Servil. Pse? Se nuk kanë një strukturë qëndrueshmërie. Dhe të gjithë këta kanë shkuar edhe kanë gjetë një hapësirë, një aneks të Edi Rama. Ai i përdor me pengmarrjen e votës, i shfrytëzon, edhe në fund fare i hedh në rrugë ashtu siç është një përdorim shpe. Dhe duke qenë në këtë situatë, ju duhet të dini shumë mirë që Zoti Rama nuk është i rrezikuar nga zonja Balluku, sepse Zoti Rama e di shumë mirë se si ka punuar dhe si punon dhe si filozofon zonja Balluku. Zonja Balluku nuk e rrezon Edi Ramën, por zonja Balluku rrezon të gjithë të tjerët përreth Edi Ramës. Dhe ajo në momentin e duhur dhe në rast se nuk është ndaj saj një mas sigurie e rëndë e cila e bën atë të pamundur të jetë në jetën aktive, pra e izolon në pogradec, në mënyra të ndryshme ajo do të marri do të marri hakun e saj ndaj atyre të cilët do të mendojnë se ajo është e mbaruar, por ajo politikisht mund të jetë e pezulluar, por do të ketë një betejë juridike. Edhe ju a thash edhe një herë, ajo po futet në betejën juridike sepse duhet të mbrojë dikë. Dhe mbrojtja që ajo do të bëjë do jetë nder për personin që mbron. Dhe prandaj personi që do të mësojë dhe do bindet që ajo po e mbron, nuk ka mundësi që ajo të tradhtojë Edi Ramën. Prandaj po them që nuk e tradhton Edi Ramën. Ai që do të bëjë atë gjëmën tek Edi Rama, nuk besoj që do të jetë person që është brenda në burg. Ai që do të bëjë gjëmën Edi Ramës është i jashtë burgut dhe nuk do të jetë asnjë nga këta të cilët janë brenda burgut. Kur mendoni se SPAK do t'i marrë telefonin Edi Ramës me që ai u hakrye aq fort, duke thënë që SPAK të guxojë të marrë telefonin tim? Jam tani me emocion, jam si puna atyre ministrave që Rama i thoshte emrat edhe ata ishin duke u mencionuar. Çfarë them unë tani telefonin? Ku e di unë tani kur jam me telefonin? Në varësi të situatës, është në varësi të motit, të ajrit, të atmosferikës, të asaj që ne themi të dashurisë së brendshme politike. Ramos nuk ja merr asnjëri telefonin përveç se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se e marrin në telefon, po jo se ja merr dikush telefonin. Zoti Rama në aspektin procedurial, penal edhe kushtetues është i mbrojtur. Pra në rast se do të ketë një revolt të brendshëm në grupin parlamentar të Partisë Socialiste që edhin zotin Rama
në rrugë edhe duke vendosur një kryetar tjetër, edhe zoti Rama në mënyrë të papritur mos të jetë më kryetari i Partisë Socialiste, dhe telefonin i marrin edhe arrestojnë me njerë. Ti me realist për këtë, që mos mashtrojmë opinionin publik. Në rast se ndodh ky skenar, në rast se kemi të bëjmë me një skenar që Spaku shkon edhe i thot Ramës të lutem më jep numrin telefon, më jep atë telefonin, thjesht ha më të shikoj 2-3 gjëra, sepse e kap emocioni, tani është çështje e tyre të brendshme. Por Spaku kurse si nuk mund të jetë një institucion i cili shkon tek Edi Rama dhe Bogaripin. Madje mos them që Edi Rama i Bogaripin, sepse dhe zoti Dumani tha diçka të bukur dhe unë për herë të parë me zotin Dumani bie dakord. Çfarë? Politika është mbi gjithçka. Pra ne jemi organizuar dhe strukturuar mbi politikën. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra mbi ligjin. Pra ligji kush e bën? Parlamenti. Po ti çfarë po zbaton? Ligjit e parlamentit, nuk zbato urdhët e Qimetës, që ishte ajo që u bë ambasadore nga ambasadorë që u bë biznesmene. Prandaj ajo që unë mendoj është kjo, që zoti Rama telefon mund t'ja japi në një moment që të bindje dhe opinionin publik. Pra përveç se është ky rast i Ballukut që shkon ajo takon nxjerr lajmin që unë procedova, pastaj i det Klineta që thot Rama, e kupton se është lojë e bukur kjo. Në një moment të dytë është kjo dela i kush do dalë tani dhjetor prokurori i Spakut. Unë e di ti qëndrimin time, që ai prokuror që duhet të dalë ka një luftë shumë të madhe. Di kush është lufta? Shkoj në kryeministri dhe të marri regjistrin sipas nerit 287 të kodit të procedurës penale, që është emrat e personave dhe veprat penale, sepse aktualisht nga 2020 deri më sot atë libër e ke në kryeministri. As Arben Kraj nuk e ka marr, as Dumani. Regjistri që është regjistri hyrje daljeve. Regjistri hyrje daljeve. Jo, regjistri që regjistrohet procedimi penal dhe emri i personit që duhet merret i pandehur. Ai regjistër është në kryeministri, jo në SPAK. Pse mban Rama ato për me firmos se kush merret i pandehur? Po, sepse atë libër e man Rama aty dhe Dumanit ja çon një sekser. I thot shefi i lartë që vjen nga Amerika, tha ti do të vendosësh këto emra. Po sa e vërtetë është kjo? Shumë e vërtetë është, por do dali një ditë më. Or do dali kjo një ditë. Mbaj mend, sa e vërtetë ishte ajo që ai ishte Yuri Kim ambasador në Shqipëri apo jo? U duk qartë që nuk ishte ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe punonte kundër Partisë Demokratike. Sa e vërtetë ishte rasti me Gonigal. Ishte na erdhi një huaj dhe mendonte se kishte kap gjithë Shqipërinë. Ndërkohë kap që në vendin e tij mashtronte nga mes deri në darkë. Prandaj të lutem mos më thuaj mua janë të vërteta apo jo. Ai libër ndodhet në kryeministri, këta kryeprokurorët e ri kush emërohet nga këta do kenë të njëjtën pothuajse variant dhe mos harro faktin që këta 4 kandidat, njëri do të thonë që vjen nga Amerika, tjetri do të thonë do vjen nga Anglia, tjetri do të thonë do vjen nga Gjermania, tjetri do të thotë vjen nga Europa, e kupton? Thjesht i faturojnë atit në një tabelë europiane që kur të vendoset dikush thotë ore, mos fol ti për këtë sepse ky është lidhje amerikane, ky e do Amerika, e do këtë, pse mashtrim publik? Pse është mashtrim publik? Sepse njerëzit çfarë duan në Shqipëri? Dua po ke tabelë të huaj, je i besuar, po je shqiptar origjinal dhe ti je mashtrues. Kupton? Por kjo nuk është e vërtetë, sepse ne nënshtrojmë kushtetutës tonë, sa ai të procedon me kodin e procedurës penale të Shqipërisë, nuk procedon të huajve. Pra, që ta konkludojmë është kjo që rasti kush do marrë ata mëre. Dhe marrim ata të do zgjidhen tani, do thënë, më fal, na jep pak atë që nuk të pickojmë ty, po thjesht duam të bëjmë pak, ai thotë, çfarë thore vlla? Çfarë do? Kam blerë telefon të ri, do të ri fare. Atë 3 muajt e fundit, nuk duam atë që ke nga 2013. Tani sapo erdhi në pushtet. Thjesht ta marrim të bëjmë një kështu, ashtu si ja thetin ai hapje kështu, ta bëjmë ne kështu pastrim gjelbrim. Ekspertim. Bravo. Se besoj ekziston të Spaku ekspertiza, po gjithsesi. Prandaj po të them që ajo gjë që po ndodh është një mashtrim publik. Spaku ka mbaruar zotëri. Spaku kishte nisur mirë dhe devijoi zotëri.